Antarët e qeverisë Rama lanë godinën e kryeministrisë këtë mëngjes dhe në orën 8 të gjithë në të njëjtin autobus ju drejtuan Prizrenit, ku do të mbajë siç ishte parashikuar mbledhja e përbashkët me qeverinë e Kosovës. Kjo mbledhje e parë e qeverive, siç u shpreh kryeministri Hashim Thaçi, e mbajtur në vendin e zanafillës së rilindjes kombëtare, është dëshmi e një bashkëpunimi konkret mes dy vendeve. Ne duhet i kapitalizojmë mundësitë e jashtëzakonshme që na ofrohen nga përmirësimi i infrastrukturës fizike ndërmjet dy vendeve. Konkretisht, rruga kombit duhet të rezultojë në një qarkullim më masiv dhe intensiv të njerëzve, mallrave dhe kapitalit ndërmjet vendeve tona. E po ashtu, ndërtimi i linjës së interkoneksionit duhet të përkthehet në një integrim të dy sistemeve energjetike të Kosovës dhe Shqipërisë. Bashkëpunimi jon nuk duhet të tremb askënd dhe ai nuk do të thotë ndryshim kufish, tha kreu i qeverisë shqiptare. Por nëse mbledhja e përbashkët e dy qeverive të një kombit shtrirë në dy shtete bëhet arsye trembjeje apo nga ana tjetër inkurajimi për çdo që ka shqetësime në lidhje me vijat kufitare, duhet ta them kryekreje kthjellë dhe fort se kufiri mes Shqipërisë dhe Kosovës është për ne shumë i qartë dhe i patjetërsueshëm. Në mbledhje u morën disa vendime, ndërsa në godinën e lidhjes së Prizrenit, dy kryeministrat nënshkruan deklaratën për bashkëpunim dhe partneritet strategjik midis dy vendeve. Ata konfirmuan se në projektet e bashkëpunimit ishte edhe hapja e konsullatave të përbashkëta. Kemi nxjerrur sot vendime si në takimin tonë të përbashkët si dy qeveri, edhe për hapjen e konsulatave tona të përbashkëta dhe fillimisht jemi dakorduar që të hapen dy shumë shpejt, ndërsa do të vazhdohet në të ardhmen për hapjen e tjerave, natyrisht me një funksionim të përbashkët të dy qeverive tona. Është me rëndësi të theksohet që do të avancojmë për të sinkronizuar burimet tona financiare në aspektin e shërbimit konsullor, për të racionalizuar shfrytëzimin e këtyre burimeve dhe për të lehtësuar shërbimet për bashkëqytetarët tanë përmes konsullatave tona. Marrëveshje të tjera të nënshkruara mes qeverive ishte ajo për bashkëpunimin në lehtësimin e tregtisë, si dhe ajo për bashkëpunimin në fushën e transportit dhe infrastrukturës. Pjesë e vendimarrjes ishte dhe akordimi i 100.000 eurove për pajisjen e maternitetit të Preshevës me mjete mjekësore. Mbledhja e dytë e dy qeverive nuk ka datë, por ajo do të mbahet në Vlorë.